Shqipëria kryeson me diferencë të madhe listën e 45 vendeve me përqindje më të lartë e emigrantëve në raport me popullsi në vitin 2023. Sipas vlerësimeve të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, për çdo 1000 banor, në Shqipëri 22.1 ishin emigrantë në 38 vendet OECD. Ky nivel i lartë emigrimi nënkupton se gati 1 në çdo 4 shqiptar ka emigruar jashtë vendit, duke reflektuar për masat e jashtëzakonshme të lëvizjes demografike që ka prekur vendin tonë gjatë dekadës së fundit. Shqipëria, ndryshe nga vendet me konflikte apo kriza humanitare si Siria apo Afganistani, po përjeton një emigracion të motivuar kryesisht nga faktor ekonomik dhe social, të tilla si mungesa e mundësive në tregun e punës, pagat e ulta, rritja e kostove të jetesës dhe perceptimi i një të ardhmeje më të mirë jashtë vendit. Në kontekstin evropian, fakti që Shqipëria e tekalon disa herë mesataren e rajonit dhe të BE-s tregon një boshatisje të vazhdueshme të popullsisë aktive, po përkthehet në mungesë fuqie punëtore, flakje të shpejtë të shoqërisë dhe presion mbi sistemet e sigurimeve shoqërore. Ndërsa vendet fqinje po arrin të ngadalsojnë ritmet e emigracionit përmes rritjes ekonomike, Shqipëria vazhdon të humbas një pjesë të madhe të qytetarëve të saj drejt vendeve të OECD-s, kryesisht Italisë, Gjermanisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Ky tregues e kthen emigracionin në një nga sfidat më të mëdha strukturale të ekonomisë shqiptare, me pasoja të drejtpërdrejta në produktivitet, konsum dhe zhvillimin afatgjat të vendit. Motivi kryesor i emigracionit mbetet niveli i ulët ekonomik. Paga mesatare në Shqipëri është ende shumë e ulët se në vendet e destinacionit të emigrantëve shqiptar. Një faktor tjetër i fortë është mungesa e perspektivës dhe besimit te institucionet. Shumë shqiptarë shohin emigrimin si mënyrën e vetme për të pasur siguri ekonomike dhe sociale. Nga ana tjetër, shërbimet e dobta publike, sidomos në arsim dhe shëndetësi, po bëhet shkak për emigrimin e shumë familjeve të arsimuara, të cilat largohen për të ofruar fëmijëve të tyre një arsim më cilësor dhe mundësi karriere në tregjet perëndimore. Nëse këto tendenca vazhdojnë, Shqipëria rrezikon të humbas një pjesë të konsiderueshme të popullsisë në moshë pune, duke e bërë më të vështirë rritjen ekonomike dhe zhvillimin afatgjat të vendit.